Selina u afrua ngadalë me një qetësi që dukej sikur mbulonte çdo dyshim që mund të kishte në atë moment. Syptë e saj ishin të vendosur, por brenda tyre fshihej një përzierje emocionesh që nuk lexohej lehtë. U ndal përballë Mirit dhe, pa hezitim, i foli drejtë në sy. Unë nuk jam kundërshtarja jote, përkundrazi, të vlerësoj shumë. Besoj që ne të dy, bashkë, mund t'ju bëjmë ballë të gjithëve në këtë shtëpi. Fjalët e saj ranë si një heshtje e rënë në ajër. Ishin të forta, të drejtë për drejta, por për ata që kishin ndjekur çdo moment, kishin edhe një peshë tjetër, një kontrast që nuk kalonte pa u vënë re. Sepse jo shumë kohë më parë, Selina fliste për një dashuri të madhe. Një ndjenjë që dukej e fortë, e sinqertë, e pakrahasueshme. Një lidhje që, sipas saj, kishte lënë gjurmë të thella. Por mjaftoi që ishi i saj të largohej nga shtëpia dhe gjithçka ndryshoi me një shpejtësi që la shumë pikë pyetje. A ishte ajo dashuri aq e madhe sa thuhej? Apo ishte thjesht një moment, një emocion i përkohshëm i krijuar nga rrethanat? Sepse kalimi me njëhershëm nga një histori në tjetrën, nga një ndjenjë e deklaruar fort në një afrim të ri, nuk është diçka që kalon pa u komentuar. Tani, Selina duket e fokusuar tek Miri. Fjalët e saj nuk janë më për të kaluarën, por për një aleancë të re, për një bashkim forcash brenda shtëpisë. Një lëvizje strategjike? Apo një ndjenjë që ka qenë gjithmonë aty dhe thjesht ka pritur momentin e duhur për të dalë në sipërfaqe? Publiku është i ndarë. Disa e shohin si një vajzë që di të përshtatet dhe të ecë përpara pa u kthyer pas. Të tjerë mendojnë se kjo është një lëvizje e shpejtë, ndoshta shumë e shpejtë, që vë në dyshim sinqeritetin e ndjenjave të mëparshme. Por një gjë është e sigurt, në atë shtëpi asgjë nuk ndodh rastësisht. Çdo fjalë, çdo afrim, çdo distancim ka një peshë. Dhe Selina, me këtë deklaratë ndaj Mirit, ka hapur një kapitull të ri, një kapitull që do të testojë jo vetëm marrëdhënien e tyre, por edhe besimin e publikut tek ajo. A është kjo një histori që sapo po fillon apo një vazhdim i një loje që nuk ka ndalur asnjëherë?